Në qarkun e Lezhës ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të së dielës së 11 majit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në përgatitjet për ditën e votimit. Të 4 komisionet zonale të administrimit zgjedhor në këtë qark kanë marrë tashmë materialet përkatëse në një proces që autoritetet e kanë cilësuar si të qetë dhe të rregullt. Keller Sufja, kryetari i KZAZ-s numër 12 në Bashkinë e Lezhës, thotë se strukturat janë të përgatitura për çdo situatë të paparashikuar që mund të lindë gjatë vijimit të procesit zgjedhor. Kjo është vetëm faza fillestare, po themi, e materialeve zgjedhore. Fillimisht dorëzohen në pranë KZAZ-s, që është edhe autoriteti i cili monitoron zgjedhjet në rang lokal, po themi. Njoftohen komisionerët e qendrave të votimit dhe një ditë përpara ne bëjmë shpërndarjen e gjitha këtyre materialeve zgjedhore nëpër secilën qendër votimi, ku vjen komisioneri, gjithë komisionerët e marrin dorëzim materialet, shoqëruar edhe me policinë. E njëjtën gjë pastaj bëjnë më pas kur dorëzojnë një ditë pas, po themi, natën e zgjedhjeve. Procesi ka vijuar normalisht, partitë politike, kandidatët, po themi, njerëzit e interesuar për këtë proces kanë sjellur listat e tyre brenda fateve për gjitha procedurat dhe hallkat që KQZ-ja ka orientuar më herët sipas kodit zgjedhor. Deri tani s'kemi pas problematika, edhe në këtë moment që po flasim, po bëhet dorëzimi i plot edhe në vëzhgimin e policisë rëndit edhe antarëve të KZAZ-s, procesi ecën normalisht. Nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj shqetësimi deri në këtë moment, megjithatë ne kemi të gjitha mekanizmat që edhe në rast se ballafaqohemi përballë një situate të vështirë, i kemi gjitha mekanizmat, elementet edhe ligji na ka dhënë forcën që të veprojmë në kohën e dur, në formën e dur. Procesi zgjedhor në Lezhë është si një provë e rëndësishme për besueshmërinë e institucioneve dhe angazhimin e aktorëve politik për zhvillimin e një gare të ndershme. Në të gjithë qarkun janë ngritur strukturat e nevojshme për monitorimin dhe menaxhimin e procesit deri në shpalljen e rezultateve.